Virgjil Isuf Elshani lindi më 15/6/1980 e një dhe ra në betej më 11/11/2000. Historia e gjatë e robërisë së popullit shqiptar në trojet e veta nën pushtimin serb ka bërë që secili brez i tij të identifikohet me ngjarje të rëndësishme të lëvizjes për çlirim kombëtar. Brezi 68-s, Brezi 81-s, apo i Republikës, Brezi 98-99, apo i Uçkës, janë gjeneratat më të reja, emri të cilave simbolizon jehonën dhe kuptimin e ngjarjeve e të kthesave të mëdha të atyre viteve. Një ngjarje e kohës u fiksua edhe në emrin, me të cilin u pagëzua fëmia i 4 i Isuf e Vahide Elshanit nga fshati Ozdrimi i komunës së Pejës, në pranverë të vitit 1981. Demonstratat popullore të kësaj pranvere, në Kosovë, hapën një faqe të re të përpjekjeve të shqiptarëve për liri e barazi kombëtare. Zjarri i luftës për liri, i ndezur në këtë pranverë, nuk do të shuhet për asnjë moment, deri në përcëllimin e pushtuesit serb, nga arma e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në mposhtën e tij, në pranverë të vitit 1999. Demonstratat e marsit e prillit të vitit 1981 gëzonin mbështetjen e fuqishme të Shqipërisë politike. Këtë mbështetje shtetërore e personifikonte shumë mirë komentatori i radio-televizionit shqiptar, i cili her pas here paraqitej në rolin e zëdhënësit të politikës së shtetit, me komentet politike në përkraje të kërkesës Kosova Republik. Pamja madhështore e zëri i tij kushtrim e kishin bërë komentatorin Virgjil Kule, idol të shumë familjeve në Kosovë. Kështu ishte bërë edhe në familjen Elshani, prandaj fëmijës së lindur i la emrin Virgjil. Virgjil Elshani ka lindur më 15 qershor të vitit 1981. Ai ishte një fëmijë i mirë, i qetë e i shëndetshëm. Kështu do të jetë edhe në moshën e rinisë. Duke kujtuar fëmijërinë e tij, e ëma Vahidja thotë: me sjelljet si të Virgjilit nuk mund të rritet fëmijë tjetër. Ai ishte i urtë, por me zemër të zjarrt. Virgjili kreu shkollën fillore në Ozdrim. Pastaj ndoqi mësimet në shkollën e mesme teknike Shaban Spahia në Pej. Ishte nxënës i shkëlqyeshëm. Kur Uçkja filloi luftën e armatosur për çlirim nga pushtuesi serb, më 1998, ai ishte në klasën e 3 të kësaj shkolle. Pjekuria dhe edukata kombëtare e kultivuar nga babai, Isufi nga të rrethi gjerë familjar, nuk mund ta lejonin atë ta vazhdonte shkollimin, përderisa për të gjithë shqiptarët e afër për luftë, tashmë ora për t'i dalë zot Kosovës kishte rënë. Pra, tash në rend të parë ishte lufta, e jo shkolla. Pjesën e mbetur të shkollës së mesme e vijon pas luftës, por nuk do ta mbaroja atë. Ishte maturant, kur më 11 nëntor të vitit 2000, vritet në prit, nga një dormizore, në fshatin Arbnesh, ish Vitomiric afër Pejës. Dëshmori Virgjil Elshani kishte disa tipare të veçanta, sikurse fizike, ashtu edhe ndjenjore. Ai ishte fizikisht i zhvilluar dhe i fuqishëm. Parapëlqente të qëndronte në mjedis burrash dhe adhuronte armën. Ndonse me një temperament të qetë, para uniformës së pushtuesit serb ishte i papërmbajtur. Është simbolike ngjarja e 24 marsit të vitit 1998, ditën kur nis lufta në zonën e Dukagjinit, në Glogjan. Atë ditë Virgjili, nxënës i klasës së 3 të shkollës së mesme, në një punë policie në afërsi të shkollës së mesme ekonomike të Pejës, bie në konflikt me një polic serb. Ai e godet disa herë policin dhe arrin të largohet nga vendi i ngjarjes. Një javë më pas, në afërsi të stacionit të autobusave në Pej, bie në duart e policisë serbe, me çrast maltretohet fizikisht. Luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, familja Elshani e Ozdrimit e përqafoi me ideal të lartë çlirimtar. Ajo veshi në armë dhe angazhoi në detyra të caktuara në shërbim të luftës çlirimtare 10 burra e djem të rinj të saj. Dautin, Shabanin i vrar aksidentalisht më 1998, me armën e sjellur për luftë, nga Shqipëria, Sadriun, Isufin, Ahmetin e Nexhmedinin dëshmor, të gjithë vëllezër, dhe bitë e tyre, Virgjili, Përparimi, Vetoni, Blerimi, Gëzimi, Neziri, Vebiu, e sati e të tjerë. Pothuajse tërë rrethi i gjerë i kësaj familjeje angazhohet në luftë. Me bitë e kësaj familjeje organizohen e luftojnë dhe në përderën e saj hynë e dalin 10 luftëtar të lirisë, ushtar të Uçkës, si Azem Veseli, Naim Gjura, Myrvete Maksutaj, Besnik Shala, Naim Lushi e të tjerë. Stre dhe bazë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gjatë tërë kohës së luftës ishte edhe shtëpia e Isuf Elshanit, babait të Virgjilit. Aty luftëtarët e lirisë gjenin edhe bukën, edhe armën, edhe bujarin. I zoti i shtëpisë, Isufi, kishte qëndruar disa kohë në mërgim në Zvicër. Atje zhvillon një aktivitet të dendur në dobi të çështjes kombëtare. Së bashku me dëshmorin Skënderçeku,
organizon bartjen e llojeve të ndryshme të armëve nga Zvicra në Kosovë. Ndihmon edhe financiarisht organizimin e luftës së armatosur. Pasi atje kishte në punë edhe 2 djemt, Ademin e Selimin. Me fillimin e luftës, kthehet në Kosovë dhe angazhohet në detyra ushtarake. Bart armatim nga Shqipëria, ndihmon logjistikën e Učkës dhe merr pjesë në luftime. Meqense fshati Ozdrim ishte si pikë e korridorit që lidhte trevat e 2 anëve të Drinit, të zonës së Dukagjinit, pas formimit të brigadës ushtarake, numër 133, Isufi me bashkëluftëtar ndërton urën e improvisuar mbi lumin Drin. Pasi vendkalimet në këtë lum kontrolloheshin rreptësisht nga forcat serbe. Kur forcat serbe ndërmarrin sulmin e ashpër kundër popullatës së shumë të strehuar në Ozdrim, më 7 maj të vitit 1999, me çrast vriten 10 civil, kurse rëmbehen pa gjumë 3 të rinj, Isufi bën të gjitha përpjekjet për ta mbrojtur popullatën e sulmuar. Në luftimet e zhvilluara në fillim të majit të vitit 1999, te ura e Drinit në Dubov, ai plagoset me armë zjarri. Isufi ishte burr me autoritet të fituar me punë të paloshme, me angazhim të përkushtuar në dobi të çështjes kom, bëtare e me gjakun e plagëve të marra në luftë e me sakrifica të tjera. Kështu njihet ai edhe në vitet e pas luftës. Mirë po, figura dhe autoriteti i tillë do ta pengojnë dik. Prandaj, më 23 shtator të vitit 2004, në fshatin Arbnesh, ish Vitomiric, derisa po udhëtonte me autovetur, bie në prit dhe goditet për vdekje nga një dorë makabre. Ai vritet kur në trup kishte ende plagët e luftës. Pak ditë më parë, nga trupi kishte hequr plumbat e marrë të ura e Drinit në Dubov, ku ndodhej stacioni i famkeq i forcave serbe, me rastin e sulmit të ndërmarrë nga forcat serbe, në fillim të majit 1999. Së bashku me Isufin vritet edhe bashkëlltari dhe bashkëluftari i tij, pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Afrim Thaçi, me vendbanim në Arbnesh, ish Vitomiric. Vrasja e Isufit ishte goditja tjetër e rëndë që rrethi i gjeri familjes Elshani nga Ozdrimi. Pësoj në periudhën pas luftës çlirimtare të Učkës. Sigurisht nuk mund të ishte rastësi që, jo larg vendit të vrasjes së Isufit, dhe po nga prita, më 11 nëntor të vitit 2000 ishte vrarë edhe i biri, Virgjili. Ngjarja kishte ndodhur rreth orës 16. Në atë rast plagoset edhe vëllai i tij, Graniti, por i cili arrin ta nxjerrë Virgjilin e plagosur nga autovetura dhe nis për në spitalin e Prishtinës, ku mbijeton deri të nesërmen në mëngjes. Pas luftës, në afërsi të fshatit Ozdrim, në rrethana të pandrequara plagosen edhe Visar Elshani dhe Ramadan Elshani, pjesëtari brigadës 133 të Učkës. Kundër familjes Elshani, pas luftës u ndërmor edhe fushat gjyqësore. Pjesëtari i Učkës, Ahmet Elshani u arrestua dhe u dënua me 3 vjet burg, në procesin politik gjyqësor, kundër generalit Daud Haradinaj. Familja Elshani, po ashtu u bastis shumë herë nga policia ndërkombëtare dhe nga KFOR-i, madje deri pak ditë para vrasjes së babait të Virgjilit, Isufit. Organizimi i luftës çlirimtare nga Učkja në zonën e Dukagjinit, në pranver të vitit 1998, nuk e lë të qetë shpirtin e pastër kryengritës të riut 17 vjeçar, Virgjil Elshani. Ai, pa hamendje orienton tër interesimin e vet te kjo luftë. Prandaj u bashkohet grupeve të para të rinjve të fshatit, që shkojnë për të sjellë armatim nga Shqipëria. Në librezën e tij ushtarake është shënuar data e mobilizimit në EK 20-6198. Në maj të vitit 1998, ai kishte shkuar për armatim, bashkë me djemtë e axhallarëve, e me kushërinj të tjerë, për parimin, Vetonin, Blerimin, Nezirin, Vejbiun, Dritonin, Esatin, Avdiun, Beratin, Musan, babain Isufin e të tjerë. Këtij grupi i prin axha i tij, Nexmedini, i cili më vonë bie në fushën e nderit. Ato ditë për armatim në Shqipëri, shkojnë edhe meshkuj të tjerë të familjes Elshani, Agimi, Fatosi, Kushtrimi e të tjerë. Më vonë, këta luftëtar do të marrin pjesë në betejë të shumta, në të cilat do të bie Nexmedini, kurse do të plagosen Ahmeti, Ramadani, Isufi, Vetoni, Labinoti e të tjerë. Në një betejë te ura e Dubovës, plagoset edhe Virgjili. Ai dallohet në çdo aksion, si pjesëtar i brigadës 133 Adrian Krasniqi. Në maj të vitit 1999, ai bashkë me Dritonin, Luanin, Përparimin, Ramadanin, shkëlzen Ahmet Gjekaj, nga fshati Rudic e të tjerë, merr pjesë në sulmin kundër forcave serbe të cilat, pas shpërnguljes së popullatës, po plaçkitnin në shtëpitë e fshatit Ozdrim. Në këtë sulm, forcat militare serbe pësojnë humbje të konsiderueshme. Në muajt e parë pas mbarimit të luftës, Virgjili angazhohet në kuadrin e policisë ushtarake të Učkës. Mirë po, me demobilizimin e Učkës, nuk vazhdon të angazhohet në detyrat ushtarake,
dhe përfundon misionin e ushtarakut. Ai vazhdon të jetojë me krenarinë të qenit pjesëtar, i denjë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe luftëtar i lirisë. Ndjenjat liridashëse i kishte trashëguar nga brezat e kaluar të familjes, nga gjyshi e stërgjyshi. Stërgjyshi i Virgjilit, Arifi, ishte pjesëtar i lëvizjes kombëtare të udhëhequr nga Azembejta. Gjyshi, Ademi, ishte pjesëtar i lëvizjes kombëtare Nosh. Pas luftës së dytë botërore, i dënuar në ato vite, me dënim për vdekje, por i cili dënim i shndërrohet në burg të përjetshëm, të cilin e vuan shumë vjet në goli otokun famkeq të Kroacisë. Trupi i dëshmorit Virgjil Elshani pushon në varrezat e fshatit të lindjes. Nëna, Vahidja, vëllezërit, Ademi, Selimi e Graniti, motrat Antigona e Albiona, por edhe të rrethi i gjerë familjar, ruajnë kujtime të paharrueshme për të. Për kujtim të tij, sot ruhen me kujdes fletoret e shkollës, pjesë të uniformës së Uçkës, uniformën komplet e kishin marrë pjesëtarët e KFOR-it, në një rast të bastisjes së shtëpisë së Virgjilit, orën e dorës, stilografin me të cilin ka shkruar, e të tjera. Nëna, me emocione betohet se, për sa të jetë gjallë, nuk do ta humba atë që gjili i saj, siç quhej me përkthjelje Virgjili, e kishte bartur në supe dhe sjellur me shpinë nga Shqipëria.